Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi zhvendosur sot në Kosovë, në Prizren, në shpenadit Prizrenit. Është një vend ku ka komunitete të hershme miritore me shumë fise dhe është një gjë shumë e bukur, është një ftesë që na është bërë për në kuvend, pra të Akrolisit, dhe në fakt i shkon që këtë emision këtë të prende ta bëjmë këtu nga shpenadia e Prizrenit. Sepse duke sheshi këtu, që emërtohet sheshi Lek Dugagjini, do të përrohet edhe shtatoria e Lek Dugagjinit. Unë do të bëj disa intervista nga këtu dhe do ta përcjell edhe kumtet shkencore që kanë të bëjnë me figurën e Lek Dugagjinit dhe pse është zgjedhur pikërisht ky shesh për t'i vënë emrin Lek Dugagjini. Më ndiqni intervistat. Mirë, si që nisa dhe aty, tani këtu jam me mikun tim Viktor Spaçi, që është nga Shpenadia, por rrinë në Gjermani. Viktor, ditë e bukur sot, a? Zoti ka deshë të jetë kjo ditë e bukur, por më të bukur e keni bëju që nga erdhët nga ai vend i mrekullueshëm atje, nga Rrsheni, nga Tirana, nga Shkodra, nga gjitha nej, Veriu dhe Jugu. Okej, shiko tani, në kuvend nuk e di e ke ndjek në një puntat në kuvend që bëjmë në Akrolis në Lezhë. Unë ju përgëzoj, jeni të mrekullueshëm, gjesh ne njefimi, ka kohë që njefimi së bashku dhe natyrisht që ju kemi vizituar, e dini edhe vetë, me aktivitetet tona që i kemi ndërmarrë nga Stuttgarti dhe kemi kalu atje te jush. Prandaj, tani në Stuttgarti kemi lanë pak të pushohet, kështu dhe ju kemi kthy vendlinjes që ta bëjmë një punë, një gurë në morë, ku nga këto gurë të bëjmë kala dhe ne të jemi ai gjaku i arbrit. Shumë bukur. Atëherë në kuvend, sot në kuvend me Lek Dugagjinin, kështu e kam titulluar emisionin kësaj radhe. Lek Dugagjini është shoqata pikërisht dhe ju keni vendosur këtu, ja këtu kemi edhe shtatorën për t'u përruar. Patjetër. Pse pikërisht keni sjell Lek Dugagjinin dhe çfarë do të thotë për Shpenadin? Lek Dugagjini është një figurë emblematike e cila ka kaluar në përshekuj, në familje tona, ai ligj, ajo kushtetut, se cilën nga aty janë frymëzuar dhe kushtetutat evropiane, se leremot të këto të Ballkanit e tjera, ose sot që i kemi ne. Andaj ne pam të arsyeshme që t'i kalojmë disa epoka dhe të kthehemi atje prap ku kemi kenë, t'i shohim pra ato figurat, t'i ngrisim në pjedestal, sepse me këto kemi jetu brez pas brezi dhe do t'jetojmë, vazhdojmë. Natyrisht që jemi tash në një kohë kur kemi shtete pluraliste dhe kemi kushtetutat tona dhe ligjet tona, por gjithsesi se kjo është pjesë e pandashme e historisë tonë, e kaluaris tonë historike dhe e cila na ka trashëguar faktikisht gjitha gjanat që i kemi, që i posedojmë edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe në kombë. Tani Viktori ka mbiemrin Spaçi. Tu për shembull ka disa mbiemra që janë mbiemra mirëdite. Shpenadia janë të gjithë me rrojnë të hershme të mirëditës? Po, gjithsesi se kemi të mirëditës dikon 95% janë këtu nga mirëdita, andaj ju them të drejtën, mirëditën e kemi ndërruar si fëmijë dhe kemi dëgjuar edhe por me kalimin e kohës e kemi përjetu, kemi shku, kemi vizitu atje vendet tona, të parëve tanë. Gjithsesi si edhe në të ardhmen kemi projekte të cilat do të na shpihen, do të na bijnë dal nga dal të na afrojmë më tepër me atë vend, sepse është aq i mrekullueshëm dhe atë kemi një thesar, ato zonat mirëditës atje deri në Spaç, dhe mendoj që në të ardhmen do të jemi më afër atyre vendeve edhe me projekte, por edhe me aktivitete së bashku. Okej, Viktor, të falenderoj shumë edhe për gjithë të organizim që keni bërë perfekt fare, edhe për faktin që këtu do bëhet diçka shkencore. Është shumë e rëndësishme që nga një herë përtej retorikës, nga një herë është ajo lloj retorike folklorike, të kemi gjëra shkencore. Kështu që besoj sot ka edhe shkenca i përket figurës së madhe të Lek Dugagjinit dhe çfarë përcjellej në shekuj për kohën shqiptar, por edhe për ditët e sotme. Gjithsesi për këtë pjesë kemi përgatitur që të jenë 3 profesorë të nderuar, të cilët do të na thojnë diçka për Lek Dugagjinin në përgjithësi, për kanunin. Ata janë profesor doktor Mark Palnikaj, profesor doktor Paulin Zefi dhe profesor doktor Ndue Oroshi. Shumë faleminderit. Do t'i ndjek gjithë aktivitetin me kujdes për emisionin që ne do ja dedikojmë pikërisht sot Lek Dugagjinit. Faleminderit. Faleminderit nga ju, Zoti ju rujt. Faleminderit.
respekte. Si që thashtë edhe në fillim në kuvend në Akrolist TV, kësaj radhe jemi në Shpenadi. Është një vend i mrekullueshëm, madhështor i shoqatës Lek Dugaxhini, e cila u celebru sot me disa projekte shumë interesante. Janë fjalë që unë i kam mbajt gjatë gjithë kohës. Ne kemi punuar me stafin e televizionit Akrolist TV dhe jemi përkushtuar për të sjellë këtë të premte një kuvend shumë të veçantë dhe shumë të rëndësishëm që ka të bëje me një figurë historike bashkohës i Skënderbeut, me atë që së ndërtoi kanunin e maleve Lek Dugaxhini. Do të ndiqni përshëndetjet që u bën me këtë rast nga autoritetet shtetërore, që nga kryetari i komunës së Prizrenit, nga drejtuesit e shoqatës, nga kleri katolik, por ishte edhe ai musliman. Këto janë gjëra shumë veçanta, që fakti që këtu ishte, si thoj, një bekim hynor për harmoninë fetare që ka populli shqiptar. Dhe sidomos edhe kjo zonë, edhe pse është e gjitha një zonë katolike, 95% janë nga Mirdita në Rrënjë, me radhë, por fakti që erdhën dhe përshëndeten edhe të besimit tjetër fetar, ja arrit vlerën ti aktiviteti, është më tepër figurës madhe të Lek Dugaxhinit. Ndiqni përshëndetje. Përshëndetje mysafirë të nderuar. Mirë se keni ardhur në këtë ngjarje të veçantë, ku sot me shumë respekt e krenari po e bëjmë për urimin e shtatorës së heroit ton Lek Dugaxhini. Është nder dhe kënaqësi e madhe të jemi sot këtu bashkë me ju. Në mes nesh është stërnipi i familjes së Lek Dugaxhinit, Nikolin Stakaj Dugaxhini, përfaqësues të institucioneve shtetërore, lokale, klerik fetar, familjar, miq, media, bashkëluftëtar dhe qytetar të shumt që jeni sot këtu prezent, për të kujtuar dhe nderuar figurën dhe veprën e tij të paharuar Lek Dugaxhinit. Atëherë ftoni të gjithë të ngriteni në këmbë që të nderojmë intonimin e himnit kombëtar shtetëror.
Tani ftojmë kryetarin e shoqatës Lek Dugaxhini për një fjalë rasti, profesor zotri Arjanit Çollaku. Të nderuar të pranishëm bashkëvendas, përfaqësues të institucioneve, miq të nderuar nga afër e larg. Sot është një ditë që shënon një faqe të re në historinë e komunitetit tonë, një ditë që simbolizon bashkimin, përkushtimin dhe dashurinë për vendlinjen tonë të dashur Shpënadi. Me shumë kënaqësi dhe emocion inaugurojmë sot shoqatën Lek Dugaxhini, një organizatë që ka për qëllim të ruajë dhe promovojë trashëgiminë tonë të pasur historike, kulturore dhe shpirtërore. Emri që mban kjo shoqatë Lek Dugaxhini nuk është rastësi. Është një emër që përfaqëson mençurinë, drejtësinë dhe bullërinë shqiptare. Është një kujtesë e përhershme e atij kodi moral që mbajti gjallë shpirtin e popullit tonë ndër shekuj. Besa, nderi dhe fjala e dhënë. Shoqata Lek Dugaxhini lindi nga dëshira e pastër për të dhënë komunitetit tonë një zë, një qendër dhe një forcë të re. Ne besojmë se kur njerëzit bashkohen rreth një qëllimi të përbashkët, arrihen gjëra të mëdha. Dhe sot, provat e kësaj besoj se i kemi përpara syve ta. Gjatë periudhës së parë të veprimtarisë së shoqatës janë përfunduar me sukses disa punë të rëndësishme që tregojnë përkushtimin dhe seriozitetin e këtij grupimi. Rregullimi i kuvendit të shoqatës tashmë një hapësirë të denjë për mbledhje, takime dhe diskutime mbi projektet që do të shërbejnë zhvillimit të Shpënadisë. Ky kuvend nuk është vërë shtëpia ideve të reja, por vendi ku gjeneron nisma që forcojnë identitetin dhe solidaritetin tonë. Sistemimi i rregullimit të varreve, një akt respekti e dashurie për të parët tanë, me këtë punë fisnike kemi treguar se kujtesa për ata që na lanë këtë tokë nuk shuhet kurrë. Varrezat nuk janë thjesht një vend pushimi, por një libër i hapur historie që tregon rrënjët e komunitetit tonë. Rregullimi dhe përkujdesja për shtatorin e Lek Dugaxhinit, vepra më domethënëse e kësaj periudhe, shtatorja e Lekës nuk është vepër monumenti prej guri apo bronzi, por një simbol krenarie kombëtare, një kujtesë e përjetshme për të kaluarën tonë të lavdishme. Ajo na kujton çdo ditë se kush jemi, nga vim dhe çfarë duhet të mbrojmë. Me përkushtimin tuaj, kjo shtatore ka rifituar madhështinë që meriton, duke u kthyer në një pikë referimi për çdo vizitor dhe çdo brez të ri. Shoqata Lek Dugaxhini është më shumë se një organizat, është një familje. Ajo është ura që lidh të kaluarën me të tashmen dhe jep formë së ardhmes. Përmes saj, duam të forcojmë ndjenjën e bashkësisë, të zhvillimit lokal, të ruajtjes së traditave dhe vlerave që na dallojnë. Nëpërmjet aktiviteteve kulturore, humanitare, edukative dhe sociale. Kjo shoqatë do të vazhdojë të punojë për t'i dhënë shpresë të rinjeve, për të ndihmuar familjet në nevojë dhe për të ruajtur gjallë trashëgiminë e brezave që na paraprin. Në këtë ditë të shënuar, dua të shpreh falënderim të thellë në emër të shoqatës për të gjithë kontributdhënësit, donatorët dhe bashkëpunëtorët që me zemër me vepra kanë dhënë ndihmësinë e tyre. Faleminderit çdo individi, familje dhe biznesi që besojnë në këtë vizion dhe e përkrau pa hezitim. Faleminderit ata që dhanë ndihmë financiare, ata që ofruan krahun e punës, ata që ndanë ide, kohë dhe dashuri për këtë mision. Secili prej jush ka lënë gjurmë në këtë sukses të përbashkët. Ju jeni shembulli më i mirë i asaj që do të thotë bashkim për të mirën e përbashkët. Një falënderim i veçantë shkon për kryesinë e shoqatës, për vullnetarët që nuk kursyen asnjë orë pune dhe për anëtarët e komunitetit që qëndruan pranë në çdo hap. Pa ju, asgjë nuk do të shohim sot, nuk do të ishte e mundur. Të dashur miq, sot nuk inaugurojmë vetëm shoqatën apo disa projekte, sot inaugurojmë një frym të re. Një frym bashkimi, pune, dashurie për tokën tonë, për historinë dhe për njëri tjetrin. Le të jetë kjo ditë një piknisje e re për shumë projekte të reja
që do ta bëjnë Shpenadin edhe më të bukur, më të zhvilluar dhe më të bashkuar. Në emër të shoqatës Lek Dugaxhini, ju falenderoj nga zemra dhe ju ftoj të gjithë që të vazhdojmë këtë rrugtim së bashku me besim, dashuri dhe përkushtim ndaj vlerave që na bashkojnë. Faleminderit dhe urime për këtë ditë historike, rroft shoqata Lek Dugaxhini, rroft populli shqiptar dhe Shpenadia e bekuar. Ju faleminderit. Ju faleminderit zotëri Çollaku. Tani kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi prezent në mesin tonë kryetarin e komunës së Prizrenit, zotrin Shaqrit Totaj, që e ftojmë për një fjalë rasti. Të nderuar të pranishëm, dëshmet ju përshëndes të gjithëve, kështu në tërësi, sepse pas kemi shumë personalitete, edhe më ju thonë drejtë një pjesë tyne nuk pinjo, po të përshëndes përfaqësues të institucioneve, gjithashtu përfaqësues të lirit fetar, të shoqatës së posa inauguruar, edhe të gjithë të pranishmit që po na shikojnë që qenë ka një numër i madh. Ekziston një korelacion në mes të kaluarës edhe të së ardhmës. E kaluara e përcakton në një masë të madhe të ardhmen. Prandaj, sa më shumë të dim, të riafirmojmë të kaluara, vlerat tona kombëtare, trashëgimin tonë kombëtare, trashëgimin tonë kulturore, siç po bëjmë sot këtu, në një masë të madhe janë ndihmojmë ofrimit mes nesh, edhe në një masë të madhe janë ndihmojmë edhe krijimit të një ardhme sa më të mirë. Prandaj dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që kanë dhënë kontribut që kjo shtatore të përgatitjet dhe të sillet këtu në këtë mënyrë dhe të përurohet të hapet sot, edhe nga sot ky do të jetë një vend ku do të preferoja që të gjithë që e vizitojnë Prizrenin të vinë edhe të vizitojnë këtu, sepse ka vlera edhe kombëtare, edhe historike, edhe kulturore, edhe simbolizon një tërësi të vlerave që neve na duhen për të mbrojtur identitetin ton kombëtar, edhe identitetin ton kulturor. Prandaj falënderimet gjithëve, edhe le të vazhdojmë të gjithë së bashku kështu, duke u udhëhequr nga vlerat që na bashkojnë. Ju falenderoj. Ju faleminderit zotri kryetar. Tani ftojmë Monsinjor Rok John Leshaj me një fjalë rasti. Përshëndetje për gjithë ju që jeni këtu të pranishëm. Përshëndetje dhe falënderim për ftesën shoqatës Lek Dugaxhini këtu në Shpenadi, edhe për përurimin që sot e kanë. Jam vërtet i nderuar dhe falenderoj Zotin që pata mundësi sot me marrë pjesë pikërisht në këtë ngjarje shumë të rëndësishme për këtë vend dhe për këtë troje. Sot ne edhe kujtojmë gjithë ata që kanë kaluar në mshim, pra artita e gjithë besimtarëve të vdekur, dhe kjo ngjarje sot dëshmon që njeriu nuk vdes, por jeton për amshim, e veçantë jetojnë ata që në jetën e tyre kanë lënë gjurmë pashlyeshme në jetën histori, ashtu sikur që edhe princi Lek Dugaxhini, i cili jetoi në njëjtën kohë me Skënderbeun dhe që ishin miq shumë të afërm dhe bashkëpunëtor, pra askur nuk vdiq, por vazhdimisht jetoi edhe në për kanunin, drejtën kanonike, që shqiptarët me sheku janë dashur të organizojnë shtet në veti, shtet paralel, t'i bëjnë rezistencë gjithë atyre që janë munduar të na humbin edhe kombin, edhe pen, edhe ndjenjen, apo edhe të na shfarosin prej faqes të dhëut. Qëse ky ka arrit vërtet me shekuj ta mbjell në shpirtin e gjithë shqiptarëve bujarin, mikpritjen, mirësin, dashurin. Dhe gjitha këto popullin tonë e kanë bë bujarë, e kanë bë lumtur krenar, e kanë bë top bashkum. Dhe sot, duke falenderu Zotin për lirin që kemi, veç që kemi shtetet e lira, edhe për Kosovën e lirë, sa tepër ishte darë dhe sa shumë ishte dashtë Lek Dugaxhini, Shtjefin Gjeçovi, të jenë frymëzim për drejtësinë në trojet shqiptare. Që sot
vërtet funksionoj shteti edhe në drejtësi, në dashuri, në bujari, në bamirësi. E atëre, aty ku ka drejtësi, ka dhe zët. Uroj që kjo ngjarje sotme, ky zbulim edhe i shtatorës të Lek Dugaxhinit, të jetë frymëzim për shtetin e Kosovës, dhe për atë të Shqipërisë, dhe për gjitha trojet shqiptare, që të funksionoj drejtësia, mirësia dhe dashuria. E këto vlera të na çojnë para që vërtet të jetojmë. Për noftë gjithë popullit shqiptar, Zoti na përkoft të gjithëve. E urime. Ju faleminderit, Monsinjor. Tani ftojmë Mulla Nebi Daka për një fjalë raste. Të nderuar personalitete të popullit shqiptar, të nderuar vllazër dhe motra, sot jemi të vuar në këtë ditë me diell, të nderojmë ata më të diturit tonë, të nderojmë herojt tonë, të nderojmë ata të cilët e dhanë atë të shtrejtën për këtë vend. Po më kujtohet një shkrimi Shtjefan Gjeqovit, kur kanë shku sot dhe i kanë thonë mos interpreto në gjuhën shqipe në kish se nuk ban. A i thot se na të vrasëm, thot ju mund të me vritni, po popullin shqiptar s'mund e vritni kur, kombin shqiptar s'mund e vritni kur. Ne po e shohim për ditë ma shumë që populli shqiptar po bashkohet, po afrohet, po konsolidohet në rrugën e atyne që kanë dhënë më të shtrejtën, po një thanje e Hasan Prishtinës më kujtohet që thot njeriu i ditur kur është si harta. Hartën njeriu kur e ka përpara nuk e humb rrugën kur. Edhe ne na kanë mësuar atat parët që rrugën nuk e humbim kur, por hesim përpara dhe populli shqiptar shkon t'u forcu dhe t'i nderuan herojt e vet. Edhe të nderu edhe Lek Dugaxhinin për herë në këto troje. Pra urime kjo ditë edhe për herë të jemi të bashkuar dhe të afruar njëri me tjetrin. Ju faleminderit në ftesë. Ju faleminderit zotri Daka. Tani kemi kënaqësinë të ftojmë Nikolin Stakaj Dugaxhini për një fjalë raste. Përshëndetje, unë jam Nikolin Staka i Dugaxhinit. Ju përcjell të gjitha falënderimet nga zona ime për këtë event shumë madhështor. Ju falenderoj kryetarin e kësaj shoqate. Ky është një event shumë madhështor dhe shpresoj që ky event përhapet në gjithë trojet shqiptare kudo që të jenë nëpër botë. Ashtu. Edhe shpresoj që ky event që bëhet sot të përcjell një paqë, lumturi, kënaqësi për familjet tona, në gjithë shqiptarë që njohen në çdo vend botës ku jetojnë. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Tani ftojmë zotrishe Bedri Osmani për një fjalë raste. Përshëndetje për gjithë juve, përshëndet zotin kryetar, edhe dy vëllezërit e mi Hoxhën, edhe monsinjorin, edhe gjithë vëllezërit e mi nga Mirdita që kanë ardhen nga rrajet e tona. Ne të rrugës së drejtë të çështjes hyjnore, ne lutim Zotin Shqip para shqiptarëve të mëdhej, si shasht Lek Dugaxhini. Jemi këtu para kësaj shtatorës kur i madhi Gjergj Kastrioti i dha amanetin që ta ruajnë Shqipnin. Pra, ju përshëndes të gjithëve nga zemra edhe shpirti, se na gjithmonë vetëm bashkum, kështu si jemi sot në Shpenadin, edhe e uroj këtë shoqat edhe kryesinë e kësaj shoqate, Zoti i madh ju dha shëndet e ju bekoft sepse sot na bashkut para gjithë këtyre burrëve, para gjithë këtyre rinjtasve që erdhen,
Prandaj e përshëndes edhe generalin këtu që këta kanë luftue, edhe ushtrin të lavdyshme, edhe djemë që i dhanë tokës tonë arbrore, gjakun, jetën edhe shpirtin na për me qenë të lirë, edhe për me qenën para madhit lek Dugaxhinit sot. Zot ju bekoft, Zot je bekoft Shqipnin edhe shqiptar gjithë ku do janë. Ju përshëndes nga zemra edhe shpirti, pra dhash Zoti që në fshatin Gjonaj të vjen edhe i biri Gjon Kastriotit, si që quishin të partar në Skanderbegi, edhe dhash Zoti që atje do të ngrim shtatorën e madhe në fshatin bazë të Hasit, e të kujt Hasit, Hasit të Pjetër Bogdanit, ju rujt i madhe i Zotë përshëndet. Ju falimderit, zotri. Tani do të kalojmë në një pikë më të rëndësishme të këtij eventi, ku do të kemi kënaqësinë të bëjmë zbulimin e shtatorës së Lek Dugaxhinit. Ftojmë këshillin organizativ të shoqatës Lek Dugaxhini, ftojmë kryetarin e komunës së Prizrenit, zotrin Shaqir Totaj, ftojmë Monsinjor Rok Gjonleshaj, ftojmë zotri Mulla Nebi Daka, ftojmë Arjanit Çollakun dhe Viktor Spaqin. Ajo që ishte një pjesë shumë e rëndësishme këtu, ishte pikërisht pjesa që ka të bëjë me një studim pak më të thellë historik. Pra është pjesa historike. Dhe këtu kumtuan studiues të njohur, historian të njohur, të cilët ne kemi ndjekur të gjithë ato që kanë folur, dhe do t'i japim tani që nga Mark Palnikaj, nga Paulin Zefi edhe Ndue Oroshi. Normal që janë mbajtur kumtesa ekstrative, nuk është si thuaç gjithë fjala, por fjala e tyre, ose përshëndetjet e tyre të cilët do të grumbullohen në një libër të veçantë, do të jepen në rrjetet sociale, ne do t'i përcjellim edhe përmes Akropolis TV, qoftë edhe të shkruara, por është një kontribut shumë i mirë, është një kontribut human dhe është një kontribut historik, pikërisht i studiuesve që folën sot këtu në Shpenadi, në vendin këtu ku është sheshi Lek Dugaxhini. Ndiqni edhe këto. I nderuar kryetar i komunës Prizrenit, zoti Shaqir Totaj, i nderuar kryetar i shoqatës Dugaxhini, Lek Dugaxhini, Arjanit Çollaku, i nderuar Monsinjor Rok Gjonleshaj, i nderuar Mulla Nebi Dakaj, i nderuar Sheh Bedri Osmani, të nderuar pjesëmarrës. Jam shumë i nderuar që jam sot mas 544 vjeç të vdekjes se herojt tonë Lek Dugaxhini, që e para shtatore në gjithë kombin shqiptar vendoset të në Shpenadi, dhe kjo do jetë një tjetër lavdia juaj dhe atyre që e kanë iniciuar. Lek Dugaxhini mahet mend për dy gjëra madhore. Mahet mend se mas vdekjes Gjergj Kastriotit Skanderbeut e ka drejtuar rezistencën e popullit shqiptar kundër turqve për 10 vjet, dhe kjo gjë thuhet me gjysmë zëri nga historinë tonë dhe nuk thuhet e vërteta ashtu siç është edhe sa duhet më thonë. Mahet mend për kanunin e lavdishëm, të cilin e ka mbledh bashkombasioni Shtefan Gjeçovi me 1263 nene, i cili është mer i kombit shqiptar dhe do jetë një tjetëve mer i kombit tonë. Të nderuar pjesëmarrës, e falenderoj
zotin Mikel Spaçi për ftesën që bani, me gjithë jam pension dhe në mosh paka shumë të shtyr, që jam sot i nderuar që jam në këtë miting që është përbën një ngjarje kombëtare. Nuk është një ngjarje rajonale, është një ngjarje kombëtare. Mua me kanë ftuar për me majt një fjalim për kanunin e Shtefën Gjeçovit, të kanunin e Lek Dukagjinit. Por unë e kam pregatit 8 faqe, këtë do ta lexonin rrjetet sociale dhe nuk do i maj këta 250 vjeç janë tu, me ndëgjua fjalët e mia, por do të them shkurt 2 fjalë edhe do ta përmbyll. Kanuni në Shqipëri është në 8 versione. Është kanuni Lek Dukagjinit që e ka mbledh Gjeçovi, është kanuni i Lumes, është kanuni i Dibërs, është kanuni i Bemës, është kanuni i Skanderbeut, është kanuni i Çermenikës, është kanuni i Labris, janë gjithë kanune, por ai që na përfaqëson në botë, që është përkthyer në 10 gjuhë dhe po vazhdon të përkthehet edhe në gjuhë të tjera, është kanuni i Lek Dukagjinit. Për kanunin e Lek Dukagjinit janë shkruar mbi 300 punime dhe janë shkruar në gjuhën shqipe 40 libra me këtë temë, të cilat unë i disponoj gjitha, dhe libri im për kanunin e Lek Dukagjinit është numri 41. Pra është mbi 40. Dhe unë këtu nuk do nalem, sepse keni dëgjuar në radion televizore, do të mbylli me 2 rresht atje fundit, edhe nuk do të nali njerëzit me ngjillit tash. Do të them që kanuni i Lek Dukagjinit, në mungesë të një shteti të organizuar, ka bërë ligj dhe drejtësi, pa gjykata, pa burgje dhe pa policë. Dhe kjo është një risi që po studion sot gjithë bota, që nga Japonia deri Shtetet Bashkuara, deri Brazil, deri më në botë. Ky kanun është përkthyer në 10 gjuhë deri tani, dhe kam tona që po vazhdon edhe në gjuhë tjera më përkthyer, dhe vazhdon të studiohet në organizata shtetërore dhe jo qeveritare, anë në botës, për shkallën e drejtësisë që ofron ky ligj me 1263 nene. Ju falemnderit shumë që keni ardhur, ju falemnderit shumë që respektoni këtë shoqat dhe këtë event kaq të rëndësishëm dhe kaq historik për kombin tonë. Ju falemnderit. Ju falemnderit zotri profesor. Tani ftojmë zotri Paulin Zefi, drejtori Muzeut të Vendvarimit të Gjergj Kastriotit. Kunxhatjeta, mirë se u gjeta. Unë jam nga Lezhë, mirëditore në origjinë, por faktikisht ne kthehemi në vendin tonë sepse ne kemi marrë nga Pashtriku, sepse jam Orosh, ne Orosh Spaçi kush ne dihet se jemi nga Pashtriku. Përkundrazi, Viktori Spaçi ka ardhur nga Mirdita këtu pra. Popullsia është vendosur gjithmonë dhe pikërisht lidhet, kjo lëvizja jon lidhet pikërisht me Lek Dukagjinin, lëvizja e parë vetëm nga Pashtriku në brendësitë e territorit pranë Malsinë e Gegnis. Tema ime është Leka e 3 Dukagjinit dhe roli i tij në luftën kundër Perandrisë Osmane. Fakt për të folur për Lekën, unë kam përgatitur 10 faqe. Siç tha dhe Marku, do të debatojmë në rrjetet sociale, do të jetë në Facebook, do të jenë edhe në portale të ndryshme, po ashtu edhe në periodik se do të botohen materiali studimor se kam sjellë sot. Normalisht se do të kohë gjatë për me fol, për Lek Dukagjinin nuk mjafton faktikisht një studim. Unë kam bërë një përmbledhje retrospektiv historike, po themi të shkurtë, dhe mendova shkurtë po doli prapë 10 faqe. Do të ndalem disa pika të veçanta ku do t'i përmend me fjalët e mia, me gojë, pra pa pas nevojë për të kthyer materialit. Për Lek Dukagjinin, mbledhem me rinin e tij, ashtu se për periudhën kur Lek Dukagjini ka ndruar jetë vitet e fundit të jetës, paktin vitin e fundit, që është viti zyrtar i lindjes, kemi vitin 1410, kemi 4 variante për vendimin e tij. Të 4 lidhen me Dardanin. Varianti i parë që lidhet me qytetin Vulpiano, se Ulpiana nuk e kanë përcaktuar akoma se mund ndodhet, se disa mendojnë se mund të jetë Ulpiana qyteti i lartë, se lart ndodhet në pjesën Dardanis lindore. Një variant është se Ulpiana ose Vulpiana mund të jetë pikërisht Prizreni, mund të ketë lindur në Prizren, ka qenë se lije përkohshme e Dukagjinit, kryeqendra e tyre historike pas qytetit të Lezhës. Një variant tjetër është se mund të jetë Lipjani, varianti i tretë është Pjanti i Krasnisës në Tropoj. Kemi edhe një variant të katërt se shkon më larg, edhe kemi të bëjmë me kodën e Velekincës ose kodën e Lekës në Velekincë në anën Morav, pra në Zhilanin e sotëm, pra në Kosovën lindore. Për sa i përket periudhës së rinisë së Lekës, nuk kemi të dhëna, nuk disponojmë të dhëna.
as burime dokumentare, apo as burime tërthota që përmendin emrin e tij. Për herë të parë del në burimet historike del në Kuvendin e Bestides Lezhës me 2 mars vitit 1444, i shoqëruar si pjesëtar i këtij kuvendi, si antar i këtij kuvendi, i shoqëruar nga Jati, Pali II Dugazini, si njohur ndryshe si Pali i Urt, një burr i devotshëm, katolik besimtar i devotshëm, njëri shumë i urtë, për cilin Gjergj Kasteli Skënderbeu kishte një konsiderat tepër të veçantë. Për 12 vite me radhë kemi një lloj marrëdhënie me Gjergj Kasteli Skënderbeu, si ishte marrëdhënie tensioni gjithnjë në rritje, madje deri në konflikt armatosur, për arsye se cilët do të lexoni për materialin kur ta publikoj. Pajtimi i parë midis tyre ndodhi në 1452 me Gjergj Kasteli Skënderbeu me ndërhyrjen e Pal Dushit, ndërsa pajtimi i dytë ndodhi vitin 1459 me ndërhyrjen e Pal Angelit. Ndërsa pajtimi përfundimtar është vitin 1463. Së nga kjo periudhë, nga vit 1463, nga një rival i Gjergj Kastriotit Skënderbeut, siç e citon shumë bukur edhe Marin Cirdani studimet e tij, një rival i Skënderbekut, ai kthehet në aleatin e tij kryesor. Madje, pas shpërthimit luftës me Osmanet, me midis Perandorisë Osmane dhe Republikës Veneciane, mas Gjergj Kastriotit Skënderbeut, figura dytë e rëndësishme është pikërisht Lek Dugazini. Duhet përmend një rast. Në betejën e fushës Fetigradi zhvilluar me muajin korrik vitin 1465 kundër renegatit të arbër Ballapan Pash Badera, i cili komandonte ushtrinë osmane, në një moment sulmi në mesin e ushtrisë osmane, ndodh se Gjergj Kasteli Skënderbeu, një luftetar osman, një kalorës i hedhet në qafë dhe rrezikon të arrëzojë nga kali, edhe pikërisht ndërhyrja e Lek Dugazinit që e shpon me shpatë tepër të i shpëton jetën. Në pak çaste më vonë, ndërkohë që Gjergj Kasteli Skënderbeu po sulmonte direkt shtabin qendror dhe vet Ballaban Pashën, lëshon frerët e kalit dhe rrezot kali, vrasin turqit osman kalin, edhe përplaset e me një pemë dhe plagosët dhe mendojnë të vdekur. Ndërkohë që turqit osman shkojnë për t'i marrë trupin, për t'i prerë kokën, për të marrë trofeun, ai që ndërhyn i para gardës pretorane, para truprojeve të tij, Gjergj Kasteli Skënderbeu, është Tanush Dugazini. Pra brenda një betejë kemi 2 Dugazinës, të cilët i shpëtojnë jetën heroit ton kombëtar. Për sa i përket ngjarjeve që rrjedhin më vonë, kontributi i Lekës pikat në silimin e kryes nga rrethimi i dytë, me 23 prill vitit 1467, ku ai komandon njënin krah të ushtrisë dhe grupimin qendror bashkë me Nikol Monetën me guvernatorin ose severitarin e qytetit të Shkodrës. Vritet Ballaban Pash Badera, 23 prill 1467, çlirohet krye nga rrethimi dhe në njëjtën kohë Lek Dugazini vazhdon jep kontribut në betejën e Krabës, 27 prill të këtij viti, dhe jep kontribut në rimarrjen e 2 kështjellave nga Gjergj Kasteli Skënderbeu, kështjellën e Stellushit të Mat dhe kështjellën e Qillnës në Dibër të Poshtë, ose në Dibrën e vogël si e themi sot, me 30 prill vitit 1467. Në momentet e fundit të jetës, Gjergj Kasteli Skënderbeu, Lek Dugazini gjendet pranë tij, duke qenë se s'kishte asnjë prins tjetër të aftë saj, as se mund të afrojë me vite drejt larg Gjergj Kasteli Skënderbeu, i besohet komanda e përgjithshme, i besohet Lek Dugazinit edhe merr pjesë në betejën e fundit, cilën faktikisht një njetë si betejë e Gjergj Kasteli Skënderbeu, por faktikisht ai s'ka arrit marr pjesë sepse kanë shtratin e vdekjes në Lezhë. Betejë e Kivit është zhvilluar në fushën e shtetit në afërsi Drishtit në Shkodër me 14 janar vitit 1468. Fitohet betejë si rezultati i forcave ushtarake arbre me ndihmën e reparteve veneciane, guvernatorit venecian të Shkodrës, por ushtrisë i prin pikërisht Lek Dugazini. Edhe në momentet e fundit të jetës para se kryeheroi të jap shpirt, pranë tij është Lek Dugazini. Është pikërisht Lek Dugazini që jep lajmin për vdekjen e tij, edhe e nderon me piskamen e tij dhe me xhamen e burrave. Pas vdekjes së kryeheroit, kryetar shtetin, që se mund të themi, i besohet si regjent, i besohet Pal Angelit, i cili rrohet 2 vite më vonë, ndërsa komanda e përgjithshme ushtrisë ka Lek Dugazinit. Kemi kontribut të shënuar Lek Dugazinit në rrethimin e parë të Shkodrës, vitin 1474. Kemi kontribut vendimtar në rrethimin e dytë të Shkodrës dhe ramin e qytetit vitet 1478-79. Lek Dugazini në vitin 1479, pavarësisht nuk ra dakord me marrëveshjen, ratifikimin e marrëveshjes paqes mes Republikës Veneciane dhe Perandorisë Osmane për dorëzimin e Shkodrës, detyrohet ai largohet në Venecia, por vendos se të rikthehet sërish në 15 qershor vitit 1481. Kjo është hera e fundit që përmendet burimet dokumentare dhe më pas nuk dim pothuajse asgjë për fatin e tij, janë kryesisht gojdhëna, siç fola edhe për rimin e tij. Këtë pjesën e fundit vetëm këtë duhet ta lexoj për të mos u marrë kohë shumë. Atëherë, gojdhënat i kam mbledh i pari Marin Cirdani. Kemi në studim më vonë Tonin Çobani, të bazohet kryesisht në Marin Cirdani. Atëherë, pas kthimit Lek Dugazinit në 15 qershor 1480, të dhënat mbi fatin e vetëshëm të Lekës, siç thash, nuk dihen. Të vetme dëshmi që hedhin drejt mbi ditët e fundit të jetës tij, mbeten legjendat dhe gojdhënat e shumta të cilët janë ruetur dhe transmetuar brez pas brezi deri në ditët e sotme. Me njëherë pas kthimit nga Venecia, sipas traditës gojore, Leka III u vendos fillimisht në kështjellën e Drishtit në Shkodër, ku vazhdoi luftën kundër turqëve osman, me pasi u tërhos në shkambin e Rajes, në Tropoj, dhe me vonë duke vijuar në gurin e Lekës në Shoshtë të Dugazinit.
nga guri lekës është Dukazhini u tërhoq në Dukazhinë e vjetër, në Malsin Puk Mirdit, dhe përfundimisht u tërhoq në fushën e Kosovës. Çto citon. Ka shumë mundësi se fusha e Kosovës se përmend Marin Sirdani është pikërisht rrafshi i Dukazhinit, jo fushë Kosovës që mendojmë sot temën gjeografik të sotëm. Ku pas një betimi solemn të mbajtur së bashku me krerët e vendit për të mos rënë i zgjat në duart e turqëve, zhduket në mënyrë misterioze. Ky itinerar sugjeron mundësinë që Leka e Tretë ketë ndërruar jetën mes bashkëluftëtarëve dhe popullit që ai udhëhoqi dhe të cilët e deshën as shumë, duke qëndruar besnik deri në fund. Data e pranuar për vdekjen e tij është viti 1481. Burimet historike nuk ofrojnë hollësi mbi vendin dhe as mbi rrethanat e vërteta të ngjarjes. Me qenë se burimet historike heshtin rrethanat mbeten tërësisht pa njohur deri më sot. Po ashtu, as tradita gojore nuk jep dhëna lidhur me kohën dhe vendin e vdekjes së Lekës Tretë. Njësoj që nuk disponohet asnjë informacion për vendvarrimin e tij. Sipas traditës gojore ai u largua duke dhënë bekimin e tij për lirinë e trojave arbe dhe duke mallkuar çdo robëri që do t'i rëndonte ato, deri në çastin kur Zotrit e vërtetë të këtyre visave tregtheshin në dëmën e tyre. Sipas një gojdhëne shumë interesante se Marin Sirdani e ka mbledhur në pecë të Dukazhinit, nga një burr i moçëm prak sa kol bash, ashtu e. Në çastin e fundit para se të largohet nga kjo botë, Lek Dukazhini në praninë e krerëve në vendit të rrafshit Dukazhinit, ka nxjerrë shpatin duke ngritur syt lart nga qielli e ka ngulur në dhe, duke thënë: "O Zot, merrëm shpirtin për mos premto të bij në dorë të turkut." Këto kanë qenë fjalët e fundit të pinjollit me shquar të Dukazhinëve dhe princit lavdishëm para asfetan. I nxot Frank Barni në relacion vitin 1637, shkruan se në Puk, në rrugët e qytetit, e në punë, thotë, këndojnë me zot lartë trimërit e burrave tyre të mëdhej dhe sidomos të pathyeshmit zotit Gjergj Kastriotit, quhet Skënderbeg, dhe të përshëndritmit zot Lek Dukazhini, princit dhe zotërisë tyre. Kujtimi i gjallë i këtij udhëheqësi të madh parashëton figurat e cilit lidhet kryesisht me kanunin, siç përmendi Marku. Sot e gjem kudo në hapësinë e Gjergj së shtret nga Lezhë, Zadrima dhe Shkodra deri në Zilant Tana Moravës, ku shtreshin maksimumi i territoreve të çnduar nga Dukazhinët. Emri i tij ruhet në legjenda, gojdhona, këngë dhe tregime popullore, përmi gjitha në toponime. Në përshekull figura e Lekës Tretë Dukazhinit ka rritur rolin e tij si një emblem me shuar të rimërisë dhe drejtësisë arbrore. Ai nuk përfaqëson vetëm luftëtar të fuqishëm dhe princ të mençur, por edhe në udhëheqës politik ushtarak talentuar dhe në simbol të bashkimit malësor gejt përballë personit osman. Përmes sakrificës së tij, e cila shërbeu për shekuj si model frymëzimi, bërthama zotërimit të Dukazhinëve arriti të ruajë kryesisht të pavarur deri vitin 1912. Burimet tradicionale përfshin legjenda, gojdhëna dhe këngët që janë transmetuar brez pas brez, nuk pasojnë vetëm veprimtarinë ushtarake dhe politike të Lekës Tretë, por edhe një paradigmë të qëndrueshmërisë të trimërisë së pandalshme. Figura e tij nuk kufizohet vetëm në ngjarjet historike të Shqipërisë Veriut dhe rrafshit Dukazhinit, por ajo jeton përmes kanunin dhe çdo rrëfimi, anekdote apo këngë që e kujton me shumë treva të Gegrisut. Emri i tij përfaqëson qendresën kundër Perëndimit Osmane, ndërsa trashëginia që ka lënë pas mbetet në thirrje vazhdueshme për guxim, dinjitet, mbrojtje të identitetit tonë kombëtar dhe përkushtim ndaj dhëut deri në vetmohim. Faleminderit shumë. Atëherë edhe diçka duhet i përgëzoj shumë iniciatorët, realizuesit, gjithë komunitetin që kanë kontribuar, Ranitin, Vitorin, siç e tha Marku, duhet të shtoj edhe diçka tjetër, ta përforcoj atë që tha Marku, keni hyrë në histori sepse jeni të parë që keni vendosur një monument në vend publik, në hapësirë publike në gjitha trevat shqiptare. Fakt, diskutuam para se do të pak të 100 vjet do të ishte vendosur. Këtu edhe në shumë qytete të rëndësishme të Shqipërisë, në Shkodër, në Lezhë, pas qytetin Sap, në Shat, në shumë vende të tjera, në Puk, Mirdit, në rraf Dukazhinit. Në Pej duhet faktikisht të zban Prizren. Por uroj se jo keni hapë si parën edhe besoj shumë se tjerë do të nxiten ta bëjnë diçka të tillë, edhe do të jetë statuja e tij e dyta më e rëndësishme pas Gjergj Kastriotit. To kanë një histori. Ju falemnderit zotëri Pauli Nxefi. Tani ftojmë profesor Nue Uroshi për një fjalë të shkurtër rasti. Të nderuar pjesëmarrës nga gjitha trojet etnike shqiptare, të nderuar familje të dëshmorëve nga gjitha periudhat historike, të nderuar shoqata Lek Dukazhini nga fshati Shpenadi. Sot është një ditë e madhe për trojet tona etnike shqiptare në Prizren, në Rrëthin dhe në mbarë Shqipërinë etnike. Është ditë e madhe se në trojet e tij po kthehet krohu i djathtë i Gjergj Kastriotit dhe ligjvansi më i zotit shqiptar Lek Dukazhini. Po kthehet mbrojtës luftëtari që i la amanet Shqipërinë Gjergj Kastrioti dhe këtë amanet e mbajti deri në vitin 1479, duke luftuar 11 vjet rresht kundër Perëndorisë Osmane, ku 2 vjet më pas në vitin 1481 ndrron jetë me amanetin për t'i hedhur trupin në shpellë që mos t'i morrin eshtat e tyre turqit osmanli, siç kishte ndodhur me Gjergj Kastriotin. Kjo periudhë historike e qendresës së Lek Dukazhinit edhe nuk është shkruar si duhet e sa duhet në historinë tonë shqiptare. Dhe derisa në burimet historike të shumta për shtrirjen dhe kontributin e dukazhinazëve ballafaqohemi çdo ditë gjatë studimeve historike. Sot dëshiroj
t'i them disa fjalë për plesbarë të treves tonë të famullisë e Velezhës, të cilët ishin të lidhur as ngushtë me kanunin Lek Dugaxhinit. Ata në përrodat tona tradicionale shqiptare gjithmonë i respektonin familjes shqiptare që kishin një traditë kombëtare. Ishte pikërisht kanuni Lek Dugaxhinit i cili kishte pajtuar shumë familje shqiptare, jo vetëm trojet tona të këtyre fshatrave tona, por gjitha viset e Shqipërisë etnike. E fjalë kanon se shtëpia është e Zotit dhe e mikut, u respektuan këto anë me plot mikpritje dhe tradita kombëtare, duke treguar respektin për mikun, por edhe duke i mbajtur në shtëpi edhe gjatë periudhave të ndryshme të luftrave shqiptare. E nuk kanë thënë kot historianët se dhe luftëtarët dhe ato familje që i kanë mbajtur luftëtarët dhe familjet e tyre kanë një trajtim të barabartë. Kanë një trajtim të barabartë për faktin se kaçaku po rrezikonte veten, por jataku apo ai që mbante kaçakët e rrezikonte komplet familjen. I rritur dhe edukuar nga këto troje gjatë studimit të mia 35 vjeçare dhe përgatitjes dhe botimit të 32 veprave enciklopedike shkencore, njëra ndër këto vepra është edhe kanuni Lek Dugaxhinit që kanë botuar në gjuhën gjermane. Ky kanon është kanuni më i hershëm i cili është përgatitur në Shkodër në vitin 1926-28 nga atë Stefan Gjeqovi, studiusja gjermane Maria Amelie von Godin dhe atë Gjeq Fishta. Veprimtaria shkencore e Stefan Gjeqovit nuk ishte vetëm shtrije kombëtare, por ajo ka pasur rënje të shtrira edhe tek studimet më prestigjioze gjermane. Kjo është arritur fal bashkëpunimit profesional të Stefan Gjeqovit me studiusën gjermane Maria Amelie von Godin, e cila i dha kulturës e historisë shqiptare mbi 20 vepra për Shqipëri dhe shqiptarët, qoftë studime historike, etnologjike, romane historike, si dhe shumë studime të tjera, të cilat i botojnë në revistat prestigjioze gjermane prej vitit 12 deri në vitin 56. Përkthimi i kanunit e Lek Dugaxhinit është botuar në revistën Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft anschließend der Ethnologische Rechtsforschung, pjesa e parë në numër 56 në vitin 53 nga shtëpia botuese Ferdinand Verlag, Stuttgart, prej faqes 1 deri 46 me titull Das albanische Gewohnheitsrecht, Maria Amelie von Godin nga Muniu. Pjesa e dytë e përkthimit të kanunit e Lek Dugaxhinit është botuar në numrin e 57 të së njëjtës revistë shkencore prej faqes 5 deri në faqen 7, kurse pjesa e tretë është botuar në revistën shkencore të 58 në vitin 56 prej faqes 121 deri në faqen 166. Është interesant theksohet fakti se prej faqes 166 deri në faqen 198 studiusa gjermane i bën një analizë të thokë kanunit Lek Dugaxhinit dhe këtë analizë ndahet në këto pjesë. Ekskurset zum albanische Gewohnheitsrecht, pra shëtitjen në për kanunin e Lek Dugaxhinit e botuar si mas botimet të mëhershme të studiusit Dr. Franz Nopches. Sipas fjalës së hyrjes që bën studiusi gjerman Erik Prech, njëherë edhe botuesi i kësaj reviste shkencore për çështje etnologjike dhe juridike, ai thotë se kanuni Lek Dugaxhinit i botuar në këto revista nga studiusa gjermane Maria Amelie von Godin është botuar në 3 vazhdime dhe kjo kryesisht është bërë për shkak të mungesës së hapësirës. Pra, për shkak të kohës, rënof Shqipëria etnike, rënof Shqipëria kastriotase dhe dugaxhinose, urin nga shpëllati dhe gjithë Prizreni, busni Lek Dugaxhinit. Ju faleminderit. Ju faleminderit, profesor. Tani do të ndëgjojmë poezin Princ Leka e shënuar nga profesor Gjergj Domgjoni e reciton Luisa Domgjoni. Gzim na sodhi kjo ditën e nëntorit, në shpëna di mje se keni ardh. Aty kurrin bashk, besa burnia, në të tëret lashta sa pashtriku, ku janë rritur dia e trimnia, kënal qëndron dietari e kryshniku. Si tha Leka, beti kanuni, a Gjeqovi e vullosin letër, ka ati valon ku që zi flamuri në këto viste dardanis vjetër. Të bëmosu me kanun e tradita, bura me plisa, mik prites e bujar, trojet parve ardhun nga mirdita, Princ Leka mirë se ke ardh. Tani fjalën do e marrë zotri Vitor Spaçi, që është përfaqësues nga diaspora, koordinatori përgjithshëm i projekteve dhe rjetizimeve të mërgjimtarëve. Faleminderit, nderuar zoti kryetari i Kuvendit të Prizrenit, zoti Shfaqir Tutaj, nderuar familja e herojit Oal Paluca, nderuar Monsinjor Rok Gjënlleshaj, nderuar Mulla Nebi Daka,
nderuar zotri Mark Palnikaj, zotri Paulin Zefi, zotri Kadri Kryziu, nderuar zotri Anton Çuni, nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, njerëz të artit, të pendes, të mediave, bashkëtar të mi. Ndihem sot aq i vogël para jush, kur po ju shoh kështu para meje këtë audiencë të nivelit aq lartë, dhe ju thëmë të drejten, mu duk vetja si që jam aj fëmiu, aj vitori që para 34 viteve këm dal nga këtu, nuk këm dal aq i ri, por me gjithate, sot me zemër, me rreth fort, me mall një rënjë, me krenari për gjithë shka që kemi arritur bashkë. Edhe pse kam 34 vite në mërgim, shpirti im kur së ndo nga kjo tokë. Nga çdo ditë, çdo kujtim me kthen tek Shpenadia, vendi ku linda dhe u rrita. Këtë vit fshati ynë tregoi çfarë do të thotë bashkimi, për kushtimi dhe dashuria për vendlinjen. U organizuam, u konsoliduam, u forcuam sikur më parë. Krijuam këshillin organizativ të përbërë nga përfaqësues të gjitha familjeve të fshatit, duke punuar me mirëkuptim, respekt dhe bashkëpunim. Kush ishin ata? Padyshim që mbrapa shpine, ashtu si gjatë gjithë projektet i kum pas, zotri Gjesh Përkula, një duar trukitje. Zotri Kris Veseli, një duar trukitje. Zotri Gjesh Shtufi, një duar trukitje. Dael Çollaku, Mark Shtufi, Arjani Çollaku, Nik Shtufi. Ta janë djemë tanë. Nga ky bashkim lindi shoqata Lek Dugazhini, një emër që mishron fisnikrin, besën dhe burërinë shqiptare, në një frymë të rrallë, uniteti, familjet tona dhe mërgata jonë e dashur kontribuan me dashuri, me bujari, duke mbledhur rreth 130.000 euro për një muj. Merr dhe me men. Kjo është mërgata, kjo është Shpenadia. Këto mjete nuk ishin vetëm një mjete materiale, ishin shenja dashurie, besimi dhe përkushtimi ndaj vendlinjes, natyrisht. Ne u ndjem krenar që përveç bashkëtarëve, shumë miq dhe dashamirë ju bashkuan këtij kontributi, qoftë edhe simbolikisht kanë qenë edhe jashtë trevave tona, jashtë zonave tona, të cilët simbolikisht kanë kontribuar. Fort këtij bashkimi realizuam 3 projekte madhore që do të mbeten për herë në historinë e fshatit tonë. Sheshi Lek Dugazhinit, zemra e re e Shpenadis. Rikonstruimi i varrezave të fshatit që datojnë që nga viti 1300. Janë ndërtuar në ato varreza mbi 320 metra mure e hekra, është vendosur gjithë infrastruktura, mbi toksore dhe nën toksore, që ai përket një objekt ose një vend i kulti aty që i kemi. Në këtë rast, falenderoj me mirënjohjen të veçantë familjen Gegaj nga Shpenadia, të cilët kanë dhënë hapësira për ato varreza, po ashtu edhe familjen Shllaku që na kanë mundësuar për parkingjet i kemi në të ardhmen që mos kemi probleme në drejtim. Kemi edhe renovimin e objektit të dhuruar nga familja Munega, ku sot ndodhet kuvendi i shoqatës aty do të kemi në të ardhmen edhe prej sotit është një muze etnografik i këtij vendi që do të prezentoj të kaluarën tonë historike në bazë të fotove, gjësendeve e tjera. Për realizimin e këtyre projekteve një rol të veçantë e pat këshillin mbikëqyrës i këtyre projekteve në këtë zonë. Cilët ishin ata? Ta ishin Arben Spaçi, Gjin Spaçi, Arjanit Çollaku dhe Milan Çollaku, një duar trukitje. Faleminderit shumë për gjithë gjatë kohës që i keni përcjellë këto punë. Si koordinatorit përgjithshëm, po ata ndjen të jem pranë çdo hapi të këtij rrugtimi të bashkoj duart, idetë dhe zemrat të njerëzve tanë. Por forca e vërtet ishit ju. Të rinj, të moshuar, djemë dhe vajzat të këtij vendi. Sot kur shoh çfarë kemi arritur bashk, më mbushet zemra me krenari, sepse këto nuk janë thjesht projekte, janë vargje dashurie për vendlinin tonë. Ne bijtë e Kosovës e njohim mirë dhimbjen e ndarjes, plagën e mërgimit dhe barrën e sakrificës në përgjithësi. Por kemi edhe forcën e qëndresës, zemrën që nuk dorëzohet dhe shpirtin që nuk shuhet kur. Kështu kemi ardhur deri këtu me punë, me dashuri dhe me besim njërin tjetrin. Dashur miq, le të mbajmë gjallë këtë frymë, le të mos e lëmë të shuhet ky bashkim që ndërtuam, që me mundë dhe dashuri
sepse Shpenadia është shembulli se kur bashkohemi mund të bëjmë ëndër në realitet. Në emrin tim, në emër të Këshillit Organizativ dhe të gjithë atyre që kanë dhënë kontribute gjatë tyre 12 muajve, kur kemi nisë këtë rrugtim para një viti, sot ishte data 2, vitit 2024, dhe sot 2025 i përfunduam me sukses 3 projekte madhore. Ju falenderoj shumë për durimin, Zoti e bekoft çdo familje në Shpenadi, çdo djalë, çdo vajzë që mban zemër e dashuri për këtë vend. Rënof Shqipëria, rënof shoqata Lek Dugazhini, rënof mërgata shqiptare, Zoti e bekoft Kosovën dhe kombin ton shqiptar. Faleminderit. Ju faleminderit zotri Vitor Spaçi. Tani do të kalojmë në një ceremoni të mirënjohjeve për të gjithë ata veprimtar të dalluar të fshatit Merrethin, kontribues financiar dhe me moral të projekteve, përfaqësues të diasporës që kanë ndihmuar në realizimin e projekteve në fshatin tonë. Atëherë ftojmë një përfaqësues të familjes së heroit Pal Mark Paluca. Mirënjohje për Rok Gjonleshaj, gjithashtu për Hil Kabashin, ku ftojmë zotri Monsignor Rok Gjonleshaj që ta merr dhe për Monsignor Hil Kabashin. Mirënjohje për profesor Mark Palnikaj. Nderuar qofshi një tjetëve se keni merën që keni parë në postë në gjithë kombin shqiptar. Mirënjohje për Don Albert Demaj, gjithashtu për Don Pren Kolën, ftohet Don Albert Demaj që të merr dhe për Don Pren Kolën. Mirënjohje për profesor Paulin Zefin. Mirënjohje për Fiqirik Kasa, që është skulptori i Lek Dugazhinit. Ka shumë rëndësi kur e shohim një monument, ka shumë rëndësi të kuptojmë të kaluarën, të tashmen edhe të ardhmen. Unë fakt ndesha rastisht Gjon Deden, që ka qenë ish kryetar i bashkisë, që ka mbajt për 4 vite portretin e Lek Dugazhinit në zyrë dhe thoje me veti pse ma në zyrë ky. Dhe sot unë ja bora këtë pyetje pikërisht këtu, ndiqni sociologun Gjon Dedaj. Shiko tani në këtë momentin kur ka marru përurimi i shtatorës Lek Dugazhinit, të në Shpenadi, jam me mikun tim Gjon Deda, po intervistoj qysh para 20 vitesh Gjon këmi folë, okej? Ka një gjo, Gjoni si ish kryetar bashkie mund të ketë qenë neutral që e ka maj portretin e Lek Dugazhinit në zyrë, a? A ke mbajt, për sa kohë? Për 4 vjet. Për 4 vjet e ke mbajt? Nga dita e parë deri në fund. Po pse, a nuk të duket pak folklorike kjo gjë kështu? E kam përballë edhe këtë mendësi, por kam qenë i bindur në ndërgjegjen time se Lek Dugazhini ishte aty ku buroni modeli i qeverisjes mirë dhe të shqiptarisë vërtet. Ashtu. Tani, fakti që këtu në Shpenadi, se në Shpenadi 95% janë mirëditas në raj. Domethënë, çfarë emocioni ke përjetuar sot? Atëherë nuk ndodh që ta kaloj kufinin që nuk duhet të ishte, por që tashmë vërtet është zhbardhje si Kosovë-Shqipëri pa derë në pikë loti. Dhe loti është këtu, jetum një pjesë tjetër tonë të ndarë dhe disa të tjerë shumë prej nesh vdiqen pa u bashku kur. Ne jemi në fillimet e një bashkimit vërtet. Shiko, Lek Dugazhini, si e mendon si sociolog? A mendon si i përket vetëm të shkurës
apo është i tashmës dhe i tardhmes? Vetëm me ne, domethënë ndodh që dëshirojmë t'i ndajmë gjërat në copa, as shkurën, as tashmen dhe tardhmen, ato janë të palidhura, siç është i pazgjidhshëm Lek Dugagjini dhe Gjergj Kastrioti. Pra, dy burra të cilët formsojnë një shtet në një moment kur përballin gjithë pushtuesit dhe mendojnë se si do të jetojnë ato brenda këtij territori shqiptar. Është një shprehje që Jacques Dessein, që mbahet një nga baballarët e Kushtetutës së Evropës së Bashkuar, akoma nuk ka arrit te një kodifikim kaq i saktë që ka qenë kanuni i Lekës. Çfarë ka? A mendon që bota nuk e ka sot kanunin e Lekës dhe nuk du ta mbajë thjesht në arkivet e historisë? Atëherë, përveç vështirësive, keqdashjeve, keqqeverisjeve, kodifikimi është, domethënë, i trefisht. Kemi një kodifikim hyjnor dhe që ne besojmë tek ai, kemi një kodifikim biologjik dhe ky është trupi jon, dhe i vetmi kodifikim që njerëzve ju takon që ta mbajnë gjallë veten e tyre, shoqërinë, komunitetin, është pikërisht kodifikimi ligjor. Këtë e bëri Lek Dugagjini pikërisht për shqiptarët dhe për gjithë ata që domethënë rrethonin atë. Kështu që mendoj fakti që mjafton të kujtojmë se barazvlerësohet një fëmijë i mbajtur në krah, me një gurtë mbajtur në dorë dhe me një libër që është gjylli ku betohemi sot, dhe madhështia Lek Dugagjinit nuk mund të diskutohet më. Shumë faleminderit. Ishëm me ish kryetarin Gjon Deda. Faleminderit shumë Gjon. Ndërkohë, shpesh herë duke u marrë me pjesën organizative, me ligjërimet, me fjalët e tjera, me përshëndetjet me radhë, harrojmë ata që kanë bërë punën. Dhe për shembull, në çdo rast, unë kam qenë në raste të tjera dhe nuk përmendet artisti që e ka bë. Sot unë intervistova edhe artistin, skulptorin Fiqiri Hasa, që ka bërë një gjë shumë bukur dhe ka sjellë një produkt, mase mund të jetë në të parë në Shqipëri që vendoset në këtu në Shpenadi, dhe kam intervistuar pikërisht në një moment të tillë, le ta ndjekim edhe Fiqiriun, çfarë ai ka thënë për këtë punë të bërë sot. Shiko, nganjëherë kur bën perurime, monumente, shtatorë e tjerë me radhë, flasin përfaqësuese, është normale, se është një lloj gjëje që ceremonisë zyrtare, por nuk kujtohen ata që e kanë bërë. Dhe unë kam këtu pikërisht kush e ka bërë këtë shtatorë këtu në Shpenadi. Është Fiqiriu. Fiqiri Kasa, kështu? E të lungëshin turi, e të thamë ratë parë. Faleminderit. Nga bërë frymëzimin, ishte thjesht një detyrë që ta dhanë, apo pata edhe një frymëzim mërna kësaj ti? Ishte një ide kështu e shoqatës, Lek Dugagjini, dhe gjatë kohës ne tani e kemi ndërtuar. Sot është përjetësuar në bronz busti i Lek Dugagjinit, ku qëndron madhështor me qëndrimin e tij burror. Jam munduar me elementet që i kam vendosur të simbolizoj ligjin, nderin dhe shpirtin e pathyeshëm të shqiptarit. Me këto elemente që kemi paraqitur te ky bust. Shko tani, para se të hysh një vepre, është normal që duhet ta njohësh, ta bësh. Domthonë në këtë rast ky të ka futur në punë për ta njohur Lek Dugagjinin dhe ke lexuar pastaj për të, dhe pak a shumë, a keni njohje sa do pak për kanunin? Po patjetër, shko, për çdo figurë fillon edhe studion atë, nga karakteri, veprimtaria që ka bë personazhi. Detyrimisht do të i përshtatemi jetës e këtij personazhi. Edhe këtu spikat te ky personazh spikat nderi, besa, edhe si njëri i ligjit edhe i zakonave. Edhe këtu jemi përqendruar te kjo. Besoj që edhe figura vete e shpreh atë qëndrimi që ka, mburërinë edhe njeriu i ligjit edhe të veprave. Shko, cilat janë detajet, domethënë që ti je ndal fort tek detaj, po ta marrim kështu që nga pjesa e busit, domethënë frizura, po them pak a shumë, duke ardhur deri te detajet tjera, shpata, duke marrë sidomos kanunin, sepse këtu besoj që është rreth moshës 40 vjeç kur ka bërë kanunin. Po, është në pak a shumë, po pak moshë më re, sepse njerëzit do thonë pse moshë më të re. Po moshë më re pikërisht lidhet besoj me këtë që është momenti kur ai ka bërë kanunin dhe ti je qas pikpamjes historike kur ka qenë Lek Dugagjini. Tani duke nis nga portreti, mënyra e portreti i pret, sytë e vendosur, domethënë tregojnë atë qëndrueshmërinë që ka si figurë.
pastaj kalojmë tjetër në pjesën e veshjes, me veshje tradicionale, me shpatën, me librin që ka me mbishkrimin e kanuni. Gjitha këto elemente tregojnë qartë rolin që ka pas Lek Dukagjini si njeriu i ligjit, i ruajtës i rendit shoqëror. Shumë bukur. Shiko tani, në punën tane, edhe përgjithsisht skulptorëve, domethënë është si thush më e vështirë kur merren me figura historike, apo kur merren fjalën me gjëra që kanë të bëjnë domethënë fjalën shekullin e fundit ose tani, sidomos tani. Është një përkupim akoma më i madh domethënë për ta sjellë figurën e asaj kohe? Në figurat historike unë kam ndjen një kënaqësi, por është edhe një përgjegjësi, sepse duhet të studiosh, jo bati valla, duhet bëjmë tani merr nga fotot pas studiuara dhe i ndërtojmë, edhe kështu që kemi edhe ato kritika nga pas, kështu që është një përgjegjësi vetvete. Kështu që por gjithmonë ja kam dalë sepse me këto figurat historike deri tani që besoj që kanë qenë të kënaqur. Unë tek figura e Lek Dukagjinit kam dashur të paraqes të figurë si simbol ligjit, nderit e të shpirtit pathyeshëm të popullit shqiptar. E besoj që kam arrit me... Shiko, Fiseri, unë e di që për kolegët nuk flet, se është një parim etik, domethënë, po ta marrim kështu, por me figura të tilla siç janë figura Lek Dukagjinit, qoftë Skënderbeut, Nën Terezën me radhë, a ka pas konteste, jo pak herë, edhe të vënën tu në Kosovë me radhë, domethënë. Okej, kjo, domethënë ti a mendon që duhet vepruar dhe kështu në këtë lloj arti skulpturik? Për shembull, apo duhet rrit pak nga kultivimi, nga ana kontroverse shpeshherë që ndodh me artin, në përgjithësi. Cili është mendimi jot? Jo, për figurat historike nuk besoj se ka shumë vend për luajtur. Mendoj unë, nuk e di. Tani unë jam më shumë ke tradicionale, ti paraqisim njerëzit, mesazhi i parë që të paraqes, të komunikoj me popullin aty ku vendoset, edhe të shpreh atë që ai ka pas në përditshmërinë edhe në veprimtarinë e jetës së tij. Unë pasaj të lojra që bëjnë, nuk e di, abstraksione, nuk jam shumë dakord. Dhe i fundit fare, më shumë janë të dhënë pas figurë historike shqiptarët e Shqipërisë apo shqiptarët e Kosovës? Kë sheh pak a shumë, Goxha edhe vitet e fundit janë edhe artistët e Kosovës janë angazhuar dhe me figurat historike. Marrë vitet e fundit sidomos, por në përgjithësi skulptorët nga Shqipëria janë pak më parë nga kjo pjesë. Isha me Fiqeriun, skulptorin e Lek Dukagjinit këtu në Kuven me Lek Dukagjinin, kjo ishte pjesa e Kuvenit artistikisht. Falenderoj shumë Fiqeri. Falenderoj edhe unë nga zemra. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ime. Duhet bëj një përshkrim të asaj që quhet ana skenografike, rikuizita, domethënë pak a shumë e gjithë saj, kështu se më pëlqeu edhe kjo. Janë gjithë elementet të cilët ndërveprojnë me njëri tjetrin. Edhe për shembull që nga folklorja, ku është stema Dukagjinëve, edhe shoqata Lek Dukagjini Shpenadi ka këtë stemë, pra stema e shoqatës, ka shumë rëndësi se si ban stemat. Rrujtja parimive heraldike që mbështeten mbi një historik ekstrativ për një shoqatë ose për një stemë që bëhet për komunat, për bashkitë, qoftë për ministritë e tjera me radhë. Marrim tjetër, pra është e këndshme për të nejtë tu, domethënë është rregulluar kështu me stolat me gjitha. Më pëlqeu shumë edhe kjo këtu, kjo është bën një mrekulli kjo, Inri, kush e ka bërë këtë? Shi. Ja urdhro? Jezu Krishti, Shpenadia është rranje fort mirdite, është fantastike fare. Shi, me rastin e 2000 vjetorit krishtrimit ndër shqiptar. Ky kryq është rinovu, thot, me 22/04/1997. Pra në kohën e vështirë të Shqipërisë, është bërë kjo gjë e mrekullueshme këtu. Ndërkohë që kemi flamurët e Evropës Bashkuar, është flamuri i Kosovës, zyrtari, është i shoqatës, këtu është flamuri i shoqatës, flamuri kombëtar, prit nalem pak këtu. Shiko, kjo është tema e Dukagjinëve, domethënë shiç i thot. New York Times ka shkruar se kodi i Lek Dukagjinit është thesar aq i madh kulturor sa krahasohet vetëm me kapitujt e dhjatës vjetër.
Ndërkohë këtu kemi një fotografim në papirus, një letër në papirus, ku është dhënë familja e Dugagjinëve. Stema me radhë është gjithë pema familjare. Pra, është shumë interesant, duhet ishte një që mund ma zbërthejnë dhe pak më mirë, por është një gjë fantastike, edhe pastaj ndalemi tek që mund ta marrim pak në detaj. Ta marrim pak në detaj që nga Lek Dugagjini, e marrim që nga koka, vim këtu, veshja kombëtare, kanuni këtu, shpata e tjerë, pra edhe sepse ai ka qenë edhe një ushtarak i famshëm, udhëhec i jashtëzakonshëm në kohën e Skënderbeut, edhe i vënë në një platformë, ka shumë rëndësi dhe platforma, pra ai e ka zgjidhur edhe artistikisht edhe platformën, pra e mban perfekt platforma, ka racionalitet, ka raporte të pëlqyeshme, gjithë raportet që janë këtu, dhe kur është Lek Dugagjini 1410, 1481. Dhe e mbyllim për sot, mbyllim edhe kuvendin këtu me Lek Dugagjinin. Në kuvend në Akrolis TV mund të na ndiqni kësaj radhe këtë të premte në kuvend me Lek Dugagjinin në shpenadi të Prizrenit. Nga unë Gjergj Marku për të riparë sërish të premten e ardhshme. Mirupafshim.